Për shkak të rishjeve të borës, është vendosur ndalesë për qarkullimin e automjeteve të rënda në rrugën Gostivar-Kërçov, nëpërmjet vendkalimit malor-Strash, si dhe në rrugën Mavrov-Dibër. Kisha Ortodokse Maqedonase apelon që sot të mos ndizen zjarret tradicionale të natës para Krishtlindjeve, por drut e grumbulluara t'u jepen si ndihmë familjeve të varfëra. Kryeministri i Serbisë, Aleksandar Vučić, deklaroi se prokuroria ka shumë prova kundër Harajdinajt dhe kërkoi ekstradimin e tij nga Franca. Ish i burgosur i gjykatës së Hagës dhe kryetar aktual i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës u arrestua dje në Francë në bazë të një flet arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Rëndësi thelbësore për stabilitetin global ka relaksimi i marrëdhënieve midis Moskës dhe Washingtonit, deklaroi drejtori i CIA-s John Brennan. Ai paralajmëroi se Rusia po ndërmerr aksione të shumta për t'i lëkundur principet demokratike në shumë shtete.